në shtëpinë më të komentuar duket se vërtitet mes Mirit, Selin dhe Rogertit, teksa ditët e izolimit ka nisur numërimin mbrapsht. Miri duro të mbaroj! Përplasje që nuk mbarojnë, por që tashmë janë të pashmangshme dhe që nuk din të marrin drejtim tjetër. Ndonse protagonizmi nuk është i thjesht të merret mes 10 banorësh, ata të tre i kanë kthyer gjithmonë kamerat nga vetja. A i kanë dhënë kështu njëri tjetrit biletën për në finalen e madhe? Gazi, Pamela Ariola, Olsi, Edi. Çfarë mendoni? Shumë shkurt kokës. Ja të flasin se janë... Jepi. Filloj unë? Okej, zoni Amerikës. Jo. Edi, Pse më ç'ke? ti kam paja 2 statuse ty, tani qëndroj statuse, se do të Se çfarë ka godash thonë tek ato statuset? Çfarë? Qa ka bo drellaragu. Po, si ishte statusi Gazi? E diti ato... Po ju më na thuaj edhe ne tani Gazi, hë? Ure, ky Statusi ka njeriu qenë kështu. që na i ka bërë Selinën me drejt, me menimin e vet, pse tha një gabim Selina për atë shprehjen që gjeti gabim? I kishte bërë ky një analizë Cilën 220 faqe. Cilën shprehje që gjeti gabi? Për pjesën e mirëditorëve. Për atë. Për edhe mirëditorëve. Para Edi preket edhe ka shumë të drejtë sepse përfaqëson njerëz dhe veten e Fol me tij. Edin. Okej, dëgjoj Edin. Jemi në këtë treshe protagonistësh. Statusi im ka qenë shumë dashamirës. Si u qatë të drejt në... Ja, po ta lexoj po dush. Ja, po mos e çote statusit tash. Jo, mos e çote statusit, ti ke qëndrimin tënd dhe jemi tek ta tre emra, Miri, Selin, Rogert. Okej, qëndrimi im ka qenë në status, dhe pse ka qenë ai status, dhe pse unë mendoj kam ndryshuar disa mendime për këto tre konkurrentë. Dhe do t'i shpjegoj tani. E para punës, unë në atë status ose në ato çfarë deklarojnë ato aty brenda nuk kam shqetësu dhe kam bothirë dhe patriotëve të mi që më tha marrin seriozisht se një njeri që në testin e dijeve të përgjithshme bote gafa si emri Nën Terezës, Shekulli e shumë gjëra tjera, do me thënë që ka një oratori pa baza dhe pa mendim. Dhe që aty kam ndryshuar mendim për këtë konkurrente që e kam vlerësuar mersi shumë. E nuk e kam ndryshuar për atë gaf ose atë lapsus që bëri për Mirditën, po e kam ndryshuar mendimin për këtë gocë që tek testi i dijeve të përgjithshme. Ky video tjetër duhet futet Big Brother. Oratoria me bagazhin ose me dijet që paska ky personazh. Dhe ishte një lapsus i parë dhe ai që më bëri të reflektoj mbi Selinën. E dyta ka qenë kur ajo krenohej me pjesën e krevatit, kur gjatë gjithë kohës unë kam mbrojt si një njeri që është përdor në atë strategji loje ose ka përdor nga Miri, kur ajo dalë dhe vërtet që kjo ka qenë imja, ideja ime, suksesi im. Dhe unë nuk e jam dakord që një vajzë e re që të ketë suksese përmes elementeve të tilla që janë si për shembull të flesh me një mashkull për të bërë sukses o strategji, unë nuk jam dakord. Dhe kam menduar gjithmonë si viktim. Kur ajo dele thotë që unë e kam bërë këtë dhe jam krenare për këtë, unë nuk shoh në krenari, gjithsesi çdo njeri ka zgjedhjet e veta. Dhe nuk kam në gjë që thush ti, nuk jam revoltues, s'më intereson se me kush, me kë flet dhe si flen apo si ngrihet. Për mua nuk ka rëndësi fare. Po është lojtar i fortë. Kjo ka përket këtyre tre personazheve, njeriu është i fortë në lloj betejësh, në lloj loje dhe si ta zgjedhë lojën. Pastaj ana pëlqen loja që zgjedh dikush, që mund të jetë loja e fortë siç është e Rogertit, edhe Rogerti është lojtar i fortë, por nuk është lojtari im i preferuar. Unë jam për një televizion më të qetë, jam një televizion më klasik, prandaj bëj atë punë që bëj. Unë nuk di të bëj emisione si për shembull Uomini e Done që në Shqipëri quhen përputhen, apo nuk jam nuk i zoti me bë. Uomini e Done është totalisht tjetër gjë e di. Pa, më nejse që të mos hym në patenta të ndryshme në emisione të tjera, megjithatë, Edi si natyrë polemiste që je, nuk më duket, domethënë që i qëndron shumë kësaj që çapo the, gjithsesi për mua je shumë televiziv dhe ta kam thënë, ti e di këtë gjë që je njeri që e do ekranin dhe e një ekranin dhe si cillesh në ekran nga ana tjetër. Gazi vetëm diçka që mos ta merrni patjetër. Në qoftë se flasin për protagonizëm, do të flasin për ngjyrat e protagonizmit. Dhe me thënë të drejtën, asnjë nga këto të tre nuk ka pasur ngjyra të bukura protagonizmi. Domethënë, Rogerti nuk po e diskutoj fare se është niveli i
për mua është një nivel i pa konsiderueshëm fare, është atje sepse koha sot do njerëz si puna ati që t'jenë në ekran, ndërsa përsa i përket Mirit edhe Selinës kanë një protagonizëm me dritije pak jo shumë të vlerësueshme të thoja. Qoftë për nga Selina, e cila për mua ka bërë një lojë të dyfisht dhe kush ka mundur që ta kuptoj e ka kuptuar, pra që në fillim është shitur sikur po i ndodh diçka që ai s'po e kupton, ndërkohë që ai ka ditë shumë mirë se çfarë është duke bërë. Domethënë nuk mund mos ta dini njeriu që po fle me një të huaj në krevat. E ka kërkuar se tha Kristi. E ka bërë vetë dhe ka shitur këtë shitje që ka bërë ajo, baltën e ka hedhë Mjerit. Ndërkohë e njëjta gjë ka ndodhur dhe me Mjerin. Të dy kanë shitur një gjë që e kanë bërë lojën e tyre në një tjetër shtuar. Kështu që ky protagonizëm në këtë protagonizëm të këtyre të treve, asnjëri nga të tre nuk e meriton finalen, përveç se do jenë në finale. Unë dyshoj që dhe përveç se faktit edhe një kvalikat. Jo, prit se ka emra tjera, akoma së dim. Në të gjithë këto, njeriu ose burri më i pjekur më duket Mjeri. Më i pjekurit të duket Mjeri. Gazi, Eriola, Pamela shumë shpejt. Vedhe mos më ndërprejnë 2 minuta, se këta janë protagonistët kryesor. Tani, e ka bërë analizën perfekt miku i Molci, sepse të gjithë njerëzit kanë kujtu se është Miri që po e përdor Selinën. Dhe në këtë moment Miri është paragjyku në mënyrë të tmerrshme edhe nga unë në ndjesi, se për ta shpreh nuk e kam shpreh. Ama, ajo që vetë Selina, si që tham, do gjithë qiklojën para kohës, për menimin tim është loja Mirfield, skeme Mirfield e Selinës, ishte fokusoj veten, se nuk ishte aq e njohur në krahasim me Mirin, fokusoj veten në fillimet e veta. Kishte në dorë të luftonte lojtarin më të fortë aty brenda, që ishin skema të sakta. Ka pas brenda, do të them 90% të banorëve që kanë qenë gjithë që kanë luajtur për Selinën dhe po luan sot edhe Rogerti për Selinën, pastër fare, sepse që e dim shumë mirë ne që kemi qenë big, nëse unë të abuzoj me ty në shprehje në të gjitha, unë të ngrej ty dhe ul veten time. Kam dhënë bukë në gojës. Po, të kam dhënë bukë në gojës quhet aty, në gjyve çapën thot Selina e ka shumë të mirë. Unë do të them, është lojtare, i qëndroj prap, është lojtarja më e kalkulume që ka hyrë në Big Brother. Por kjo që tha Edi është po e imja, nuk do thot që unë se të vlerësoj si lojtare dhe do them, ajo dihet, po e lojtar bigu keshit veshkën. Tani do them, Rogerti dhe Selin sot, për ato që i ka bërë Rogerti, Selina në asnjë mënyrë nuk mund të kishte një bisedë të mirë dhe të lumtë me Rogertin sot me lojra e tjera. Ama çka ka ndodhur? Rogerti i ka bërë një pyetje specifike shumë të fortë Selinës. I tha, dëgjoj, ti që po flasim bashkë ne ty, jemi dakord të dy që po flasim. Po tha ajo. Që po bëjmë lojra jemi të dy. Tani do të bëj një pyetje. Unë të kam ofenduar në mënyrë më të rëndë të mundshme. Pse mua ti ma falke këtë dhe nuk jep asnjë akses Mirit? Miri, çat ka bërë ty? Kjo ishte pyetje shumë precize e Rogertit. Qartë është ai. Qartë. Atëherë ajo i ngeli ta themi pa tekst, sepse thaja 2 fjalë kot, jo po më ka prekur në këtë jo në atë, ajo ne e dim që ka po Selina mas Mirit që ta kishte Miri me vete. Dhe e dim që priste një lajm nga një shndrit që erdhi dhe ja dha dhe ajo goditi. Eriola Pamela. Por Miri për mua është lojtari më i mirë i këtij bigu, është njeriu më njerëzor, është artist dhe lojtari më njerëzor apo njeriu më njerëzor? Jo, ai është lojtar njerëzor. Dhe vetëm njeriu më lojtar. Ai tani po, Selina po akuzon atë tani pse ti nuk godet dhe pse nuk ofendon. Ai Rogerti po e godet, Mateo po e godet për këtë gjë. Ai akoma nuk e ka prish këtë gjë. Dhe gjëja që unë e respektoj është se nuk ka hyrë dinjitetin asnjërit aty brenda. Është fisnik, mirë fisnik. Do jap opinionin tim duke i shtuar një parashikim të vogël që unë e ndjej që do ndodhi. Ky është një trekëndësh që i ka brinjët e barabarta në aspekt finaleje, që do jenë finalist, në aspekt loje të fortë dhe protagonizmi dhe sharjesh dhe ofendimesh. Kush më pak e kush më shumë. Qa do ndodhi? Se nuk duat përsëritem, i thanë edhe Olsi me Gazin gjërat më të mëdha. Ajo që do ndodhi është që në loj, në sken kemi Selinën, soliste, hera herës me Rogertin. Rogerti ka kalkuluar në optikën time diçka shumë të bukur, që do nxjerrë Selinën jashtë loje, dhe do ndodhi ajo që ka ndodhë me
Julin Eglën si Meritonin Romeon, Julin Eglën si koleg, miq, do dali pa besia që kur do ja fusi Miri të Rogerti, Miri do dali viktima, Selina do bjeri poshtë dhe dy brinjët qendrore do jenë konflikti që do ndodhi me Rogertin dhe me Miri. Në aspekt loje, në aspekt loje dhe në aspekt njerëzor, pra emocional. Gjë që tentoi të ndodhte dhe me Stinën, po Stine iku nga gara dhe unë mendoj që Miri e di që është në finale, nuk ka nevoj, po rri fshehur, po rri në prapasken që të luftoj dhe të dali në pa në 20 ditët e fundit të qëndrimit, se qa ndodh objeta, ti mund të bësh shumë të mira dhe shumë të këqija në jetë. Por, kur vjen në fund të një rrugtimi, ato gjërat e fundit, sekondat e fundit, mbahen mend dhe ngecen. Dhe unë mendoj që kjo është logjika e Mirit si lojtar. Dhe kjo gjëja, Selinës do i vi surprizë në tabaka. Surpriz në tabaka. Okej, Pamel. Mendoj që kur u nda Miri dhe Selin, Miri e humbi busollën ca ditë, nuk e di, e përjetoi shumë mendoj. Dhe u godit shumë fort dhe Miri mua personalisht më pëlqen, po them si personazh, për edukatën që përfaqëson, për nivelin që ka si djalë dhe si njeri. E mirë tani se do Selin në emision, nuk do e krahasoja në emision morali, do që fiton morali nga ana tjetër. Jemi në një lojë shau, jemi në një maraton, jemi ka gjitha elementet brenda. Por nuk luan. Mos u bë tani sikur duhet shpallin fituesin, kush është ai që ka shar më pak, nga ana tjetër. Jo, ai s'ka shar fare, po nuk është pak. Dëgjoj që mos ta ndërpret vetëm një fjalë, nuk është pak. Në këtë Big Brother mos të arrish mos ofendosh dhe ti je protagonist. Sepse këtu kanë arritur në kulm. Nuk ka gjë me zarzi për i gjest. Për i gjest kam dalur. Qartë, Pamela. Tani, nga këto të tre unë do them vetëm diçka. Unë mendoj për mua si Pamel fitoren e meriton Selin më shumë. Për vetë faktin që ka bërë çdo gjë, ka bërë romancën, ka bërë lojën me Mirin. Nga këto tre personazhe. Nga këto tre personazhe, po. Nga këto tre personazhe që shohim, për mua Selina sepse ka bërë. Brikenën ose Mateo nuk i kemi për momentin sa ta ndajnë. Ka luajtur me Mirin 2 javët e para, u vu në qendër të vëmendjes, ishte më në Selina se njiftin fare, e njohi gjithë Shqipëria se bëri atë gjesti me krevatin. Mori pik plus si lojtare. Vazhdoi me gimbon, bëri romancën, bëri dasmën, mori gjithë atë vëmendjen e dasmës. Tani prapo Rogerti e shënjestron dhe e sulmon gjatë gjithë kohës. Pra është një lojtare që e kemi parë pothuajse 360 gradë, edhe për mua është mirë deri tani. Një gjë nuk kuptoj. Rogerti çfarë nuk i ka thënë kësaj goce, dhe ajo vazhdon dhe ama lojën e Rogertit. Jam shumë dakord. Çfarë duhet bëj sipas teje? Nuk bën më lojë me Mirin. Çfarë duhet bëj? Tani çse marrin po kërcen një tango të bukur me Mirin. Ti japim drejtim unë mendoj që tani nuk i ka dhënë akses Mirit dhe është pjesa e parë e bigut. Jo, tani tani Miri e ka kapa të lojë dhe nuk i ka dhënë akses asaj. Ajo po bën ç'është të mundur se është lojtare. Sa akses Miri janë gjumë. Miri sa të bësi gjë. Jo, s'jam dakord. Ja se me jemi. Ke Mirin gjyn gjithë ata. Ata për të marrë shikueshmëri gjithë ke Miri. Shiko, pa Miri ky Big Brother nuk kishe për çfarë gjë. Kemi korrekt tani. Tani me që jemi Gazi me që jemi tek ta emra dhe tek kjo, me që jemi tek ta emra dhe tek kjo histori dhe tek këto ndjenja, ju kërkoj që këtë klip që do japim tani ta shihni jo me syrin e analistit, po me syrin e shpirtit. Hyrja e Kris Lamaj brenda dhe disa lot që ishin në dy krah, më kuriozuan dhe e ndjekim pak të. Unë ju kam thënë që vi kur të dua unë, iki kur të dua unë, dhe juve ju bëjt të ikni kur të dua unë. Mirë. Dhe të vini kur të dua unë. Po sima, unë qa kam heq këtu, që të bashkoj ty me atë, Vetëm një person e ka heq kurrikulumin. Vetëm një person e ka heq kurrikulumin. Na dalë një vokum nga dokumentos. Pa mirë maj.
Unë vujta kaq shumë që të bashkoj aty me atë ti e po të shi që iki unë. Do hidhem nga muri, ajo le të bëj që të dojë, nda sta dredhin, nda sta të ndi. O fik Roxhi, ndiz do Tu si kam bo? Po shëndrit pse, po ti pse më dhveshën? Po që keni bërë të gjithë ka ishte bukur, më. Se mos të mërë mësësh. Po të bëhet dasëm, këtë doftojë me kënu. Ka nis magjik. Sa kam dash me përqafu lullën sot e bish për smujta. Është erë specifika, më zdot. Kam dash me përqafu lullën sot për Dhe ma të se mirë. Eriola nuk e shije dot me sytë e shpirtit që thashun. Dy gjëra më vinë në mendje. Ani, s'qanë Selin dhe lotët e mirit e divani. E para, mendoj që lotët Duke e parë emocionalisht, them që lotët vinë sepse gjithë banorët që kanë hyrë që ditën e parë kuptojnë se si ka fluturuar koha, dhe dyta pak me batut, Miri dhe Selin normal që do qajnë, se ju kujtoj që 90 ditë janë protagonist nga Kris Lamaj dhe krevati që i hodhi. Po pse qanë? Si mendondi, pse qanë Miri në momentin që qanë Selin? Po i përqafoj gocë. Qa mendova në këto momente, bjeta që kjo periudhë në cilën jetojmë, që marrim shumë informacion, na ka bërë dhe pak cinik. Dyshojmë çdo gjë që shohim edhe gati jemi bërë kështu të pamëshirshëm jo për tjerët, po edhe për veten tonë. Dhe ky ishte një moment shumë njerëzor, me thënë të drejtën. Atyre nga jashtë, me atë që pash i erdhi Kristi, po në fakt i erdhi në një kuptim, i erdhi shpëtimi. Se atje brenda ato po vuajnë, e kanë shumë të vështirë jetën atje brenda me tërsinë që kanë. Dhe ky shpëtim për to ishin lot për Selinën dhe edhe për Mirin ishin në një kuptim lotët e shpëtimit që ne do duhet të luftojmë akoma për të mbritur në finalen. Është që ishte shumë njerëzore dhe mua pjesa njerëzore fiks që po aty një lule ja e di kjo. Një lule me të ndodh, ty të jep një emocion, jo sigurisht lule, po sigurisht një shtëpi me lule komplet. Dhe momenti që hyn një lojtar që detyrimisht ata kanë vlerësuar, sepse ai hapi një vend aty. Se Kristi për mua finale e kishte të sigurt. Dhe do më thënë... I katërti që mungon të fotografia. Tjetër është një lule në një Big Brother me ferë. Si është lojtar i fortë ku nuk reziston dot me pra mirë, ne po flasim për aq sa zgjatë. Edhe një djalë i respektuar. Ishte i përgatitur, po tani ishte lojtar i fortë tani. Forca durimit. Po mirë pra mirë, çfarë ka? Tani ta them unë nga deri në ato pikë, pra deri në ato pikë që ishte aty brenda nga brenda. Kristi që dorëzohet, një ushtar që dorëzohet. Ma di se kon më burse ma preve, unë s'ta kam preve. Unë s'ta kam preve më burse. Shkojmë të prerë publicitare.